Përgatitja accountit, kjo është një temë shumë e dashur për mua dhe mendoj që është shumë e rëndësishme për cilin do, jo vetëm për shkollën, por edhe në jetën e përditshme, edhe në familje apo kudo ku jeni, ku kompjuteri përdoret edhe nga personat e tjerë. Nëse unë do të shkoj me kompjuterin tim në një qendër që t'jap mësim, nëse unë kam accountin tim personal për shembull, për marr shembull durim këtu, edhe nëse unë e hap me accountin tim dhe duhet të shpjegoj diçka nxënësit, ndoshta mund të hap padashje gjërat e mia personale që nuk është mirë për shembull që të shikohen nga nxënësit apo nga personat e tjerë. Apo ndoshta unë do të duhet për shembull që në ekranin e shkollës të zmadhoj pak zoom, pra ta bëj ekranin pak më të madh. Shkronjat të jenë pak më të mëdha që të jenë më të lexueshme. Në shtëpi për shembull nuk e kam këtë problem dhe për këtë qëllim, nëse krijojmë një account veç vetëm për shkollën, zgjidhim të gjithë këto problemet e kompjuterit. Kuptohet që në një qendër ku kompjuterin e gjeni atje, nuk e bëni dot një gjë të tillë, sepse nuk keni leje, duhet leje administratorit, leje kompjuterit etj etj. Por, ju këshilloj që në kompjuterin tuaj personal që ta përdorni për shkollën shqipe, duhet patjetër që të bëni një account. Këtu keni një procedurë të shpejtë, ju këshilloj shumë që ta përdorni, sepse nëse përdorni me procedurë normale që jep kompjuteri, është shumë i komplikuar dhe ju kërkon të bëni një account me Microsoft. Ndërsa, nëse klikoni tek flamuri i Windowsit dhe tasti R, ju hapet një komandë që quhet run. Vendosni këtë komandën me zesi që kam shkruar unë dhe ju del pastaj kjo pjesa këtu. Zgjidhni sign in without a Microsoft account, edhe pse ai nuk ta rekomandon, por nuk ka problem. Dhe vazhdoni pastaj next. Account lokale është shumë i rëndësishëm. Dhe në fund jepni një emër, për shembull shkolla, që mos ta ngatroni. Vendosni edhe një password thjesht dhe u krye. Pak a shumë po e njëjta procedurë është edhe në sistemet Macintosh. Pra, nëse dikush përdor një MacBook etj, do t'i duhet të krijojë një account për këtë punë. Shkohet lart majtas ku është molla e Macut, System Preference, zgjidhet User Group, dhe nga aty pastaj vendoset accounti. Do të klikoni tek plusi këtu, kuptohet që duhet të jeni administrator të kompjuterit, sepse ndryshe nuk e bëni, dhe krijoni një account për shembull shkolla, siç është në këtë rast. Dhe kur ndizet kompjuteri, ju jep një listë me dy account, për shembull Alba në rastin tim, se kam bërë thjesht një krahasim, dhe shkolla në rastin që po flasim. Përfundimi, pasi ta kemi krijuar këtë accountin e famshëm, kur ndizet kompjuteri, ju mund shkoni o tek shkolla, o tek Alba, o tek durim që unë kam bërë për të bërë një shembull. Pra, nëse unë shkoj tek accounti shkolla, kompjuteri më nxjerr desktopin e shkollës, gjithë ikonat e shkollës, çfarëdo lloj gjëje që unë kam për shkollën. Nëse unë shkoj tek Alba, janë gjërat e punës, pra nuk ngatrohem don me gjërat e shkollës, dhe nëse shkoj ke durim, mund të përdor gjërat e mia personale, accountin tim personal. Thash, kjo është thjesht një simulim, pra e kam bërë për këtë leksion. Por edhe në shtëpi mund të keni një gjendje të tillë, për shembull emri i vajzës apo i djalit, emri i bashkëshortit e tjerë, dhe secili e përdor për llogarinë e tij kompjuterit pa shqetësuar askënd. Këtu jemi tek accounti shkollës, që unë kam bërë për një simulim, dhe si që shikoni, mbi këtë account, pra në këtë desktop këtu, unë kam gjithë materialet për që do më duan për shembull për shkollën. Pasi i vendos një herë, nuk prekupohem që t'i vendos sa herë që kam mësim. Por, ndërkohë që unë dua për shembull që të përgatis mësimin e radhës, mjafton të krijoj një folder, pra një kartel italisht apo një dosje, siç e themi shqip, mësimi sot, dhe mund të fus për shembull të gjithë materialet e ditës. Siç shikoni këtu, për shembull kam disa lloje abetaresh, për shembull botimet e Kolxhumarit, botimet Pegi, botimet e Baribecit, Albas, Vincenzo Corsi,
libra shqipitalisht, librat e kuq, doracakat, e shumë materialet e tjera që gjatë vitit ne i kemi marrë. Kam gjithë alfabetet e gjuhës shqipe, që ju mund t'i gjeni edhe online tek faqja e gjuhës shqipe pa gabime. Shumë janë alfabete që i kam krijuar enkës për dashamirësit e gjuhës shqipe. Keni materialet e qendrës botime për diasporën, valorin pamor shqip-italisht për shembull, me qenë se ne jemi në Itali, apo në gjuhët e tjera ku janë këto materiale. Kemi udhërrëfyesit, edhe këto janë materiale fantastike që janë të botuara nga qendra e botime për diasporën dhe i gjeni edhe pales online. Një këshill e vogël, ju këshilloj që t'i shkarkoni këto materiale kur keni mundësi dhe jo në momentin kur jepni mësim, sepse ndoshta mund të keni probleme me internetin, mund të jetë shumë i rëndë fajli, mund të ketë shumë probleme tjera dhe ju këshilloj që t'i bëni këto punë përpara se të zhvilloni mësim dhe jo në atë moment. Në qoftë se punoni në një qendër të huaj dhe nuk i keni kompjuterin tuaj, ju këshilloj që të përdorni një çelës USB si puna këtu, që është një çelës memorie, pendrive quhet, apo chiavetto USB në italisht, dhe futni gjithë materialet këtu brenda. Kur mbaron mësim pastaj, hiqet çelësin dhe në kompjuter nuk ngelen shenjat e tjera. Nëse doni që të lidheni me internetin, për shembull me emailin tuaj në qendrën ku jepni mësim, duhet lidhni patjetër në mënyrën incognito Windows. Pra hapni Google Chrome edhe thoni dua tek këto 3 pikat lart djathtas incognito Windows. Në këtë rast, kur futi brenda incognito Windows, çfarë do lloj gjëje që keni shkruar brenda, kur mbyllet faqja, pra kjo dritare, zhduket gjithçka. Edhe nuk ngel asgjë nga ajo që keni shkruar. Siç ju thash përpara, materialet mësimore mund t'i merrni tek qendra e botimeve për diasporën, kjo është adresa. Mund shkoni tek website-i, shkoni tek tekste shkollore dhe materialet mbështetëse që janë kryesore, të tekste shkollore dhe materialet mbështetëse. Këtu mund të gjeni ndan materiale të ndryshme që mund t'i shkarkoni në formatin PDF, ku lejohet. Unë kam marrë si shembull, për shembull, udhërrëfyesin e Prishtinës dhe tregimet moshën shqiptare në gjuhën italiane dhe në gjuhën shqipe. Këto janë për gjithë gjuhët ku mësuesit e diasporës punojnë dhe është e lehtë që t'i përdorni. Ju këshilloj gjithmonë që t'i bëni punët përpara se të filloni mësimin dhe jo në momentin e fillimit të mësimit për arsyet që thash më para. Këtu kemi edhe 3 shtëpi botuese kryesore që kontribuojnë për abetaren dhe mësimin në diasporë. Kemi Albasin, që ka edhe copyrightin për të mësojmë gjuhën anëtare, pra librat që përdorim ne në diasporë. Kemi Duka Gjini Botime, edhe kjo donë është me të njëjtën arsye siç thash përpara, dhe kemi edhe botimet Pegi me abetaren barkombëtare. Të trija këta janë shumë të vlefshme, janë botime që secili mund t'i përdorë me mënyrën e vet, por mund t'i përdorë edhe të tre bashk, sepse sa më shumë përdorni, aq më i larmishëm bëhet edhe mësimi. Madje tek botimet Pegi, abetaren e keni edhe falas, pra mund ta shpletoni online pa u regjistruar. Ndërsa tek Albas jeni të detyruar të regjistroheni dhe me llogarinë tuaj ju mund të hapni edhe abetaren digjitale. Do t'ju jap një shembull. Për shembull, unë kam bërë një simulim për mësimin sot. Le të shkojmë tek folderi, pra ku do t'japim mësimin sot. Dhe supozojmë që kemi shkronjën Q. Dhe unë kam marrë disa materiale nga Albasi, nga Bari Beci, nga doracakat e Kosovës, nga qendra e botimeve për diasporën dhe nga Vincenzo Corsi. Po t'i shikojmë për shembull. I kam marrë si fotografi. Shikoni. Duke bërë si fotografi, ju mund ta shfaqni në momentin ku jepni mësim. Madje duke qenë si foto, ju mund zmadhoni edhe zoomin edhe mund ta zvogloni për t'i treguar sa më mirë nxënëset, shikoni. Edhe këtë mund ta bëni me rrotëzën e vogël të mouse-it. Ja në këtë moment për shembull unë luaj rrotëzën dhe ajo
zmadon dhe me zvoglon zoomin. Pra, kjo është Q-ja sipas qendrës botërore për diasporën, pra Albasin. Kjo është e Baribecit, pra një tjetër këndvështrim. Këtë abetare ne kemi përdorur për shumë vite në shkollën tonë Skanderbeg në Parma, sepse ishte e vetmja atëherë. Këto janë dorëcakët e Kosovës, edhe këtu dan e shikon nga këndvështrimi i tij, dhe sa më shumë materiale që të keni, aq më i këndshëm dhe i larmishëm bëhet mësimi. Këtu kemi dan fjalorin pamor, edhe kjo është shumë interesant. Kjo është i bërë nga qendra e botimeve. Dhe një abetare të Vincenzo Corsit, që është një arbresh që jeton në vendet skandinave, e ka marrë për shembull. Mund të keni edhe materialet e tjera multimediale, video, etj. Pra, askush nuk ndalon që përdorni atë që ju intereson. Meqense jemi tek kjo faqe, po të shkojmë për shembull tek gjuha shqipe pa gabime, tek faqja e gjuhës shqipe pa gabime, ju do të gjeni këto alfabete që janë krijuar enkës për dashamirësit e gjuhës shqipe, pra alfabeti plot. Shikoni, e shumë materiale të tjera.